إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقد ثبت في الصحيح أن صحابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي دعاء أسمع قال صلى الله عليه وسلم في الجوف الليل أو أواخر الصلوات المكتوبة me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit e falenderojmë të madhin Zot që nuk ka Zot tjetër përveç Tij atë e falenderojmë vetëm prej Tij ndihmë falje dhe mëshirë kërkojmë Allahut i lutemi të na ruaj prej skeqjes e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona cili ndo që i madhi Zot e udhëzon nuk ka kusht ta devijojë dhe humb dhe cili do që zgjodhi për veten e Tij humbjen dhe devijimin nuk mund ta udhëzojë tek e drejta dhe e vërteta askush tjetër përveç Allahut xhelalu dëshmoj deklaroj se nuk ka Zot të vërtet e që meriton të adhurohet si Zot përveç Allahut ai është një i vetëm pa shok dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte njeri i dërguar i Zotit dhe vula e profecisë në tokë, pra mbas tij më nuk ka pejgamber, për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", të sollëm në këtë botë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit për të gjithë krijesat e Tij, gjithashtu Zoti tha: "Muhammedun Rasulullah", Muhamedi është i dërguar i Allahut, dhe ajeti tjetër: "Wa khataman nabiyyin", dhe vula e shpalljes dhe e profecisë në tokë. E falenderojmë të madhin Zot i cili na udhëzoi në Islam, i cili na dha mirësi dhe begati pafund. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo të mirë që e keni prej Allahut. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allahu ju ka dhënë çfarë keni kërkuar. Kështu që njeriu në çdo moment të jetës tij dhe në çdo lloj situate nuk është gjë tjetër vetëm se në të mirat e Zotit xhelaluhu. Kjo nuk do të thotë që njeriu s'ka sprova në jetë, kjo nuk do të thotë që njeriu nuk do të ketë momente të vështira, por nëse ja shohim pastaj rezultatin, ne do të kuptojmë se edhe ajo sprov apo e keqja apo fatkeqësia që na ka ndodhur faktikisht e ka pas të mirën brenda, ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë apo nuk arrin, po vjen një moment që do ta kuptojnë që kjo sprov dhe ky hall dhe ky siklet pas ka qenë të mirën e tyre, pavarësisht se nuk e kuptuam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha në një hadith: njerëzit e pasprovuar në botën tjetër, yatamanna ahlul afiyati يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت. Thot njerëzit që s'kan pas prova në këtë botë do të dëshironin në botën tjetër sikur lëkurat e tyre të ishin prerë me gëshër në këtë botë. Sepse do të shohin njerëzit ditën e Kiametit se si Allahu xhelalu do të shpërblejë njerëzit e sprovuar në këtë botë. E kur të shohin se si janë sprovuar ata që nuk kanë kaluar sprova, hallë dhe siklete, do të dëshironin të kishin sprovat e tyre madje edhe më thellë se sa sprovat e tyre. Kështu që ne jemi në mirësi të Zotit,
pavarësisht në situata të caktuara dhe në rrethana të caktuara, ne mund të kalojmë sprovë apo vështirësi në jetë. Ajo është në të mirën tonë. Allahu xhelle xhelalu me të na edukon. Allahu xhelle xhelalu me të na afron. Allahu xhelle xhelalu me këtë lloj sprove që ne kalojmë, na i fshin dhe na i pastron gabimet, gjunahet dhe tmetat tona. Dikush mund thot, po çfarë kam bërë unë i shkreti? Jo, valla, nuk është puna çfarë ke bërë, po ti ndoshta nuk ke bërë atë që duhet. Se nuk është kush që ti të vuash se duhet kesh bërë diçka patjetër. Ndoshta mund të jesh aq dobët sa që nuk arrin atë që Zoti ka shkruar për ty. Për këtë arsye vijnë dhe sprovat se Allahu xhelle xhelaluhu të do të mirën. E gjithë kjo ishte për treguar se ne në çdo lloj situate jemi në të mirë të Zotit. Pavarësisht se në situata të caktuara apo në rrethana të caktuara mund të kemi vuajtje apo mund të kemi dhimbje. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Ajaban li amri al-mu'min inna sha'nahu kulluhu khair." Është për të habit se si zhvillohet jeta në interes të besimtarit gjithmonë. Çdo gjë që i ndodh atij është në të mirën e tij, si në të mira duke duruar dhe i shtohet sevapi dhe shpërblimi, si në sprova në të këqija duke treguar, si në të mira duke qenë falëndërues ndaj Allahut dhe i shkruhet sevap dhe mirësi, si në sprova në fatkeqësi në dhimbje duke duruar dhe kjo i shkruhet atij shpërblim dhe sevap. Pastaj tha pejgamberi sa në fund fare, "Wa laysa dhalika illa lil mu'min." E kështu jetën nuk e përjeton vetëm se një besimtar i vërtet. Pra besimtari i vërtet e çon për çdo lloj situate mendjen te Allahu xhelle xhelalu. Edhe në të mira, mendjen e çon tek Allahu, po edhe në të këqija dhe në fatkeqësi, mendjen e çon tek Allahu. Dhe në momentin që mendjen e çon tek Allahu xhelle xhelalu, e mira dhe gëzimi nuk kalon në ekstrem. Dhe në momentin që mendja shkon tek Allahu xhelle xhelalu në rastin e fatkeqësisë apo sprovës, edhe pikëllimi apo hidhërimi nuk kalon në ekstrem. Pra besimtari është i kontrolluar dhe vetë kontrolluesi vetes tij, nuk ka gëzim tek ai që te kalon masat dhe caqet, po dhe nuk ka hidhrim dhe pikëllim tek besimtari që kalon caqet dhe masat e veta. Çdo gjë në jetën e besimtarit është brenda një kontrolli dhe brenda një mesatare. Dhe ne në këtë muaj të madh që po e përcjellim inshallah taala, pra nuk do të kemi më vëllezër dhe motra nga ky muaj vetëm se një xhumë tjetër. Dhe bie që xhumaja tjetër të jetë edhe xhumaja e fundit. Subhanallah, sa shpejt nisi ky muaj, e sa shpejt ikën ditët, sa shpejt kaluan xhumat njëra mbas tjetrës dhe ne po vim drejt fundit të këtij muaji. Normalisht që fundi është edhe më i rëndësishëm. Fundi është edhe më i rëndësishëm. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an kur foli për muajin e Ramazanit, mirësitë dhe vlerësimin që i dha Allahu xhelle xhelaluhu vetëm për faktin që librat më të rëndësishëm qiellor kanë zbritur në muajin e Ramazanit, Allahu xhelle xhelaluhu e pason ajetin duke folur për rëndësinë e duas edhe të lutjes. E nëse ty o Muhammed njerëzit pyesin për mua, unë jam afër tyre dëgjoj lutjen e lutësit. Allahu xhelle xhelaluhu është mbi 7 palqije, mbi arsh, po lutjet dhe duat tona ai dëgjon. Për këtë arsye tha pejgamberi sa kur u pyet, o i dërguar i Allahut, a të bërtasim kur të bëjmë lutje, ta ngejmë zërin lart, apo të përshpërisim? A të bërtasim me zë të lartë kur të bëjmë lutje, apo të përshpërisim? E zbriti Allahu xhelle xhelaluhu ajetin kuranor, nëse ty robët e mi o Muhammed të pyesin për mua, unë jam afër tyne. Pra lutjet, duat dhe çdo gjë që buron prej nesh është në dijen e tij, në shikimin e tij, në dëgjimin e tij, në dijen e të Madhit Zot. E pyeti një herë një burr të moshëm, i tha, kur Zoti na i di hallet, pse duhet më u lut? Kur Zoti na i di hallet, pse duhet më bë dua?
I tha, a ka pozicionim apo nuk ka pozicionim? Ai është Zot, ti je krijesë e tij. Dhe e logjikshme është që krijesat t'i përullet krijuesit. Allahu xhalla xhelalu e do përgjërimin e njeriu, e don Allahu xhalla xhelalu përgjërimin e njeriu. Lutjen, thyrjen përpara tij. Allahu xhalla xhelalu këtë e don nga njeriu. Se Allahu xhalla xhelaluhu kur njeriu i përgjërohet dhe i lutet, njeriu tregon thyrjen e tij përpara Zotit. Dhe kjo është ajo që ne duhet bëjmë në jetën tonë. Ky është mësimi më i rëndësishëm që ne duhet kuptojmë në jetën tonë, sepse në shumë momente, fatkeqësisht, na duket sikur i kemi gjërat në kontroll. Na duket sikur s'kemi nevojë për Allahun xhalla xhelaluhu. Na duken situatat të gjitha në menaxhim. Faktikisht, ai që menaxhon gjithçka është Allahu xhalla xhelaluhu. Amma yudabbiru al-amr. Allahu është ai i cili rregullon çdo detaj të jetës. Ka njerëz që këtë e harrojnë. Për këtë arsye dhe njeriu pozicionohet si krijesë e dobët dhe nevojtar përpara Allahut xhalla xhelaluhu. Tha e dyta, o biri tha, ka ca momente tek Allahu xhalla xhelaluhu që quhen pranimi i çdo lutje. Ka disa momente të Allahu xhalla xhelaluhu që quhen pranimi i çdo lutje. Kështu që njeriu lutet dhe kërkon që t'i pranohet lutja dhe duaja e tij. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelaluhu ka treguar qysh nga koha e Ademit alayhis salam, ai ka bërë dua dhe lutje, e kështu pejgamberët brez mbas brezi deri në rastin e pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam, që po të shohësh adhurimet e pejgamberit alayhis salam, pjesën më të madhe të adhurimit të tij e mbushte lutja dhe duaja sallallahu alaihi wasallam. E nëse ka diçka tani në këtë mbyllje Ramazani, për cilën ne kemi nevojë të përkushtohemi Zotit shumë, është lutja dhe duaja. Sepse ne sot pra mbrëm, dhe sot është dita e parë, ndërsa mbrëm ka qenë nata e parë e 10 netshit të fundit të Ramazanit. Një 10 netsh që s'ka më të mirë se ai gjatë gjithë vitit. Netët më të mira të Zotit janë 10 netët e fundit të Ramazanit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e ditë vlerën dhe rëndësinë, në këto 10 net ndryshonte, si më thënë, programin e tij ditor. Si e ndryshonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Normalisht gjatë ditës me namazin, me Kur'anin, me bamirësinë, me dëgjimin e njerëzve hallët që kishin sikletet, me pritjen dhe përcjelljet e njerëzve të tjerë, dhe natën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç thot nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kur futej 10 netshi i fundit i Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte disa gjëra ndryshe nga kohët e tjera. Shtrëngonte mirë izarin e tij, pra, si më thon, brezin e shtrëngonte, paloste shtratin, ahja lejletahu, gjithë natën e kalonte në adhurim. Wa aiqadha ahlahu, dhe zgjonte familjen e tij. Pra gjithë angazhoheshin në adhurimin e të madhit Zot. Pse i kushtohej kaq shumë rëndësi? Dy janë arsyet. Arsyeja kryesore është nata e Kadrit. Dëshira për të arritur natën e Kadrit, dhe nata e Kadrit ka dashur i madh i Zotit, urtësi e Zotit, që të jetë në një nga këto 10 net të fundit të Ramazanit. Në hadithin e saktë është përmend nata e 21, në hadithin e saktë është përmend nata e 23, dhe në 10 hadithe të sakta është përmend nata e 25, e 27 edhe e 29. Po ka dhe hadithe të tjera që përmendin të kundërtën. Për këtë arsye Imam Nawawi rahimahullahu taala, duke i parë gjitha këto hadithe, tha: dhe forma e vetme e bashkimit të këtyre haditheve të sakta është që thuhet se nata e Kadrit lëviz në të gjitha netët e 10 netshit të fundit Ramazanit. O vëllezër, ky lloj angazhimi dhe motra, ky lloj angazhimi nga pejgamberi alayhis salam
ky lloj përkushtimi nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do më thënë se ja vlen dhe do të thotë se është diçka shumë e madhe. Për këtë arsye ai kushton aq shumë rëndësi dhe i jepte aq shumë rëndësi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai sallallahu alaihi wasallam ishte i falur dhe kishte marrë garancinë si banor i xhenetit, dhe se Zoti i tha në Kur'an se do të jesh në botën tjetër faqebardh, dhe e kishte këtë lloj përkushtimi, subhanallahu, gjithmonë e mendoj. E kishte garancinë nga Zoti. Shkallën më të lartë në xhenetit, vendin më të lartë në xhenet. E megjithatë, subhanallahu, s'lodhej së kërkuari natën e Kadrit. Po kështu edhe në adhurimet në përgjithësi, në të gjitha adhurimet ai ka qenë shembull sallallahu alaihi wasallam. E gjithë kjo o vëllezër dhe motra, e fela akunu abdan shakura. E pse mos t'jem falendërues ndaj Zotit që më ka dhënë këto mirësi dhe këto begati. Ndërsa ne e meritojmë shumë e më shumë për të qenë më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm për të arritur mirësitë dhe vlerat e kësaj nate të madhe, sepse ja vlen që njeriu të lodhet në 10 ditë të arrish shpërblimin e 1000 muajve. Ja vlen për Zotin. Për 10 ditë mundim dhe lodhje ndoshta edhe pa gjumësi, po që të arrijë njeriu shpërblimin e 1000 muajve, siç e tha Zoti në Kur'an, khairum min alfi shahr, më e vlerësuar te Allahu se sa 1000 muaj të marrë bashkë. E çfarë duhet bëjmë këto net? Të lexojmë Kur'an. Çfarë duhet bëjmë këto net? Të bëjmë sa më shumë dua dhe lutje. Çfarë duhet bëjmë këto net? Të përmendim Allahun xhel xhelaluhu. Çfarë duhet bëjmë këto net? Të japim në sadaka. Çfarë duhet bëjmë këto net? Të rrim në xhamia sa të kemi mundësi. Rrim në xhami, nuk ka problem. Të shohë Allahu xhel xhelaluhu nevojën tonë, dëshirën tonë, vullnetin tonë. Si kur jetu i thonë Allahu xhelle xhelaluhu, o Allahu Zot ka marrë në derë, o Allahu Zot ka marrë në shtëpi, o Allahu Zot mos më nxirr prej këtu, vetëm se me dua dhe me lutje të pranume. O Allahu Zot, ma mundso që mos dal prej kësaj shtëpie sot, vetëm se ti t'jesh i kënaqur prej meje, vetëm se me gjunat falura. Nuk është kusht që njeriu të rinë në xhami duke bërë adhurim patjetër, edhe meditim, edhe përmendje të Zotit dhe istighfar, dhe analizë për veten e vet, mes tij dhe Zotit xhel xhelalu. Kemi të nevojshme dhe është koha dhe është momenti më i mirë. Dhe na është treguar, pra nuk na është mbajtur sekret. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: Ja Rasulullah, o i dërguar i Allahut, eju duain asma', cila është lutja që më shumë te Allahu e pranon? Tha: fi jawfil layl, duaja që bëhet në natën e errët. Wa dubura kulli salatin maktube, dhe në fund të namazit farz, pra para se me dhon selam. Pjesa e parë neve na intereson sepse është pjesa jonë. Në mes të natës. Për këtë arsye të shfrytëzojmë këto ditë dhe këto kohë me namazet që bëhen në xhamia, qoftë me namazin e teravive, qoftë me namazin e natës. Dhe të bëjmë sa më shumë dua dhe lutje, se Allahu xhel xhelalu, siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu kënaqet me robën e tij kur i lutet. Jo si njerëzit, që po t'i lutesh 1 herë, 2 herë, 3 herë për diçka, fillon dhe mërzitet. Allahu xhelle xhelaluhu me robën kënaqet. Ja ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. O njerëz, dijeni se ju jeni nevojtarët, ju jeni të varfërit, ju jeni ata që keni nevojë për të madhin Zot, e Allahu është më i pasuri të pasurve, më i dëliri i të dëlirëve, i cili nuk ka nevojë për asgjë, madje as për adhurimet tona dhe as për përkushtimet tona. Ajo që duhet bëjmë ne në këto 10 net, e këto 10 ditë, të largohemi nga disa vese dhe problematika që i kemi pas
dhe gjunahe. O vëllezër dhe motra, nuk është njësoj ta kundërshtosh të madhin Zot në këto net në krahasim me netet e tjera, në këto ditë në krahasim me ditët e tjera. Nuk është njësoj vallahi për Zotin. Se është ndryshe o vllai im dhe motra ime, ta sjellësh dikën në shtëpi dhe ai të gabojë në shtëpinë tate pa të vlerësuar. Dhe është ndryshe nëse ky njeri të gabon ndaj teje në rrugë apo diku tjetër. Ramazani është muaji i zgjedhur i Allahut. Vetëm çoje nërmend faktin që Zoti të ka zbritur librat e shenjtë. Dhe kupto se çfarë vlerë ka tek Allahu xhallal xhelalu muaji i Ramazanit. E nëse ka diçka që ne duhet ta ruajmë veten tonë, më së shumti është muaji i Ramazanit. E në Ramazan, nëse ka një kohë që ne duhet të jemi shumë më të kujdesshëm se çdo kohë tjetër, është 10 netëshi i fundit i Ramazanit, pra edhe 10 ditëshi i fundit i Ramazanit. Dhe arsyeja e fundit është se qenia jonë, inshallah, më të mirë, më korrekt dhe më të saktë në fund të Ramazanit, harron, fshin mangësitë tona në fillimet e Ramazanit deri në këto ditë. Një mbyllje e mirë është pastrim dhe anashkalim dhe kalim i suksesshëm për fillimet e dobta apo me mangësi. Po edhe kundërta është e vërtet. Një mbyllje jo e mirë fshin apo harron të mirat që mund të jenë bërë në fillim të këtij muaji deri në këtë ditë. Prandaj ta mbajmë, ta ruajmë, të kujdesemi, sepse kemi marrë një dhuratë nga Allahu xhallal xhelaluhu, e t'ia adhurojmë Allahu xhallal xhelaluhu në formën më të bukur dhe më të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu xhallal xhelaluhu në këtë moment i kërkojmë falje dhe mëshirë, le të kërkojmë falje Allahu xhallal xhelaluhu, ai është falës, ai është mëshirshëm. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahun xhallal xhelaluhu falenderojmë, mirësitë, bekimet dhe mëshira e tij qoftë mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra, nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, një ditë i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: O i dërguari i Allahut, nëse e ndjej në një natë prej netëve të fundit të Ramazanit, nëse e ndjej, pra mendoj se është nata e Kadrit, çfarë më këshillon që të lutem? Çfarë më këshillon që të lutem? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mëson nënën e besimtarëve, nënën tonë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që ajo të lutet duke thënë: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je afuwun, falës, tuhibbul afwa, e do faljen, më fal mua o Zoti im. Lutja më e mirë që mund të bëhet në këto ditë është kjo lutje. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, o Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua.
I lutet besimtari në këto ditë Allahu xhalla xhelaluhu që Zoti ta fal. Një sinjal ky o vëllezër se shumë problematika që na ndodhin në jetë, shumë dështime në jetë, shumë pengesa të furnizimit në jetë, shumë suksese në jetë, shumë dobësi në udhëzim dhe në përmirësim në jetën tonë vjen si pasojë e pengmarrjes që na kanë bërë mëkatet dhe gjunahet tona. Nëse është diçka, kuptohet për këtë hadithi, nëse është diçka që me të vërtet do të ndryshojë jetën e njeriut, është falja nga i madhi Zot. Në momentin që njeriu merr faljen nga i madhi Zot, çdo gjë rregullohet, çdo gjë përmirësohet dhe çdo gjë merr rendin e vet në jetë. Po vëlla im dhe motra ime, janë gjunahet tona, ato që ne kanë bërë zemrat më të ngurta se shkëmbit. Ma e pata të dje, apo pardje, u dojgjën 4 çuna të rinj në lulen e rinis, Zoti mëshiroft. Dhe personi ikën nga vendi i ngjarjes. Çfarë tregon kjo o vëllezër? Kjo tregon se nuk ka zemër o vëllezër. Zemra ka marrë fund. A e shihni se çfarë po bëhet në këtë vend? Të në çfarë grade dhe degradimi kemi arrit? Arsyeja cila është se s'ka zemër. Kanë vdek zemrat. Janë ngurcuar zemrat. Gjunahu dhe mëkati i njeriut vjen mbi zemër, vjen mbi zemër, vjen mbi zemër, vjen mbi zemër, derisa vjen një moment që krijon një pelte. Dhe mbi këtë pelte vjet një pelte tjetër, dhe mbi të një pelte tjetër, derisa të krijohet stres. Pastaj mbi të bëhet një stres tjetër, tha Zoti i Madh Allahu xhalla xhelalu fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Çfarë nuk dëgjojmë o vëllezër dhe motra? Mëkatet dhe gjunat i kanë bërë zemrat e njerëzve më të forta se sa gurt, më të forta se sa betoni më i fortë që mund të ekzistojë. Shkon ai dhe vret prindin. Shkon ai tjetri i gjun vllajt. E kështu me radhë çfarë nuk dëgjojmë. Po ka edhe më keq se sa kjo o vëllezër. Vallahi ka edhe më keq se sa kjo. Të mohosh krijuesin. Ti bish hasha Zotit. Mos ti përgjigjesh Allahut kur thret 5 herë në ditë, eja o robi im, vallahi kjo është më e rëndë se çdo krim tjetër, pasha Allahun. E kjo lutje, Allahumma innaka afu, o Allah ti je falës, do faljen, fal mua, ti po kërkon prej Allahu xhalla xhelaluhu as më të marrë në llogari fare. Ti po kërkon prej Allahu xhalla xhelaluhu të falin në të parën, pa të thirrë. Dhe fjala pra afu, emri afu, do të thotë me të fal pa pasoja, pa ndëshkim. Se ka njerëz që falen, po duhet vujnë pasojat, siç ndodhi me Ademin alayhi salatu wassalam. Ademin alayhi salatu wassalam Allahu e fali. Ja pranoi duan, mirë po vujti dënimin duke zbritur në tokë. Ndërsa afu, pra është falje pa pasoja dhe pa thirrje fare. Për këtë arsye ta shtojmë këtë dua dhe këtë lutje në këto ditë edhe në këto net, të shtojmë sa më shumë përmendjen e Zotit, dhikrin, leximin e Kuranit dhe të mundohemi që këto ditë t'i mbushim me të mira, me vepra të mira, me punë të mira, sepse sot në që ne po flasim është dita e parë dhe xhuman tjetër do të jetë dita e fundit. Prandaj dhe nuk ka kohë shumë,
Vallai një javë, njeriu sikur i lidh të rinte për të përkushtuar do t'ja vlente, ne as jemi as të lidhur, as probleme nuk kemi, mund ta zhvillojmë jetën tonë normalisht, por të mundohemi të japim hakun insha Allahu Taala. Vëllezër dhe motra, sot është ditë e xuma. Dhe ka vëllezër dhe motra musliman në botë që vuajnë dhe kanë sikletet mëdha. Ndër ata që kanë vuajtje dhe sikletet mëdha sot në botë, janë vëllezërit tonë dhe motrat tona në Palestinë, në Gaza. O vëllezër dhe motra,